Kimit Europian. Rregullat e tregtisë lirë, marrëveshja e tregtisë lirë nuk diskriminon vendet nga e drejta e tyre e tregtimit. Me kushtin që të zbatojnë cilësinë dhe sigurinë e produktit që ata eksportojnë. Por, në fundit, kontrolli i cilësisë dhe sigurisë produktit që hyn në territorin e Shqipërisë është përgjegjësi e autoriteteve shqiptare. Dhe është pjesë e politikë të bërjes. Ministri e tha parditët që nuk bëhet politikë me ushqimin, por ushqimi është pjesë e politikës. Dhe pikërisht, me këto praktika që ne patëm instaluar në atë kohë, që vendet e treta ne i konsiderojmë a priori vende me risk të lartë dhe kishim të detyruar që të gjithë kontejnerët që vinin nga këto vende, qoftë me transport detar apo toksor apo dhe ajror, nuk lejoshin që të fushin në treg, rinë në kontejner në pritje të rezultateve të analizave. Dhe vetëm mbasi të përfundonte rezultati i analizës, inspektori përkatës autorizonte futjen në treg. Për fat keq, ky rregull u ndryshua me një amendim. Pra u fut ajo që quhet vlerësimi i riskut. Vlerësimi i riskut natyrisht është edhe subjektive. Për ty është e rrezikshme, për mua është e pranueshme, pra është në gjykimin subjektiv të inspektorit. Kjo nuk mund të lihet thjesht si diçka subjektive. Këtu duhet kemi një përqasje më të vendosur